podrži kampanju Unije slobodnih sindikata Crne Gore za reformu stambene politike i izgradnju stanova u državnom vlasništvu i potpiši predlog za raspisivanje državnog referenduma. Za sebe, za druge, stvaramo fond koji ćemo koristiti sada, ali ga ostavljamo trajno budućim generacijama. Shikues të televizionit UTA, vazhdojmë të jemi së bashku me Ditë e Re dhe vetëm sa keni ndjekur disa video të shkurta të cilat besoj se ju sjellin në rrjedhën e bisedës që do të kemi sot. Unë kam kënaqësi që në këtë mëngjes në studio të kem zotri Aslan Zeneli, njërit kryetari i Unionit të Sindikatave të Lira të Malit të Zi, Dega në Ulqin. Mirë se na vjen në studio. Mirë që gjej, shkënaqësi e veçantë gjithmonë për mua të jemi në televizionin tuaj. Përshëndetje për ju dhe për stafin e televizionit të UTA. Faleminderit, nëse fillojmë nga ajo çfarë ndoqëm, nga ato video dhe nga këto iniciativa të fundit, çfarë mund të themi si erdhi ndoshta deri tek fillimi apo tek kërkesa një iniciative të tillë? Po, në kongresin e 4 që është marrë në nëntor të vitit 2022, ne kemi aprovuar 2 rezoluta si kongres, të cilat tani i kemi filluar të implementojmë. 2 rezolutat janë për ne shumë të rëndësishme. Bile kishe thënë jetësore për popullatën të punësurit në Maltezi. Njëra është për banesa sociale, të cilët i ndërton shteti, dhe tjetra është që asetet shtetërore që kanë mbet në pronësi të shtetit të mos shiten në asnjë mënyrë, po t'i ruajnë shteti për për vete, të jenë aset shtetëror i cili kontribon për mirëqenien e popullatës në Maltezi. Këto 2 rezoluta tani kemi filluar të reklamojmë, mund të them të reklamojmë edhe të jesim në opinion para një muajit. Jemi në të gjitha komunat, duke shkuar në të gjitha komunat, me 27 të shkurt jemi në Ulqin. Për orës 10 deri në orën 2 kemi me pas 2 shtande ku do të nënshkruajmë këto, sepse na duhen 55.000 nënshkrime që të shpallet referendumi që këta të jetësohen si iniciativa. Sepse ndryshe nuk mundet, na mund të nisim letra qeverisë apo kuvendit sa duhesh si iniciativë, nuk ta aprovon kush. Kështu me referendum s'ka ku shkojnë, sepse referendumi është një gjë e cila e obligon qeverinë, kuvendin që ato të jetësohen dhe të bëhen të aplikueshme. Të ndalemi tek secila veçmas, tek kërkesa e banesave. Banesave shtetërore. Cilat do të jenë le të themi ato lehtësimet për një çift apo për qytetarët që mund të jenë përfitues të këtyre banesave? Kështu, dhe më thanë, iniciativa është një gjë që e ka krejt Europa. Na kemi marrë si shembull qytetin e Vjenës, me atë, më thanë, kryeshefen e kësaj iniciative në Vjenë, e cila ishte në Podgorit, ku shteti ndërton banesa për popullatën e vetë, të cilët nuk kanë mundësi të blejnë banesa, apo të ndërtojnë banesa, për çiftet e ri, për njerëz që s'kanë mundësi në përgjithësi, banesa ndërton shteti, i ka në pronësi dhe ju jep, normal sipas kriteriumeve të shkruara, ju jep me qira njerëzve të caktuar të cilët s'kanë mundësi të kenë banesa, të blejnë banesa, po të ndërtojnë, me një çmim, këtu është esenca. Dhe më që çmimi është i përballueshëm. Dhe më thanë, nëse marrim këtë, dhe 25% të kësaj të rrugës minimale, të pakës minimale, deri në 150 euro. Dhe më thanë, është më pak se 150, por mas shumë të ishtë 150 euro. Që është të këto kushtet që kemi neve, është e përballueshme në krahasim se çfarë çmime shko atash. E aplikueshme që është se, thënë, krejt Evropa ka, shtetet e zhvilluar, e kanë. Deri në 80% të atyre që s'kanë banesa në Vjenë,
kanë banesat sociale të shtetit, ku ata familjet e cilat i marrë të banesa, ata kanë të shkruar me një kontratë e cila zgjat krejt jetën. E ati person që e kanë nënshkruar. Por pastaj nëse dëshirojnë fëmijët tyre e trashëgojnë atë banesë me çmimin e njëjtë, i cili rritet vetëm për inflacionin vjetor që është. Nuk lëviz. Edhe si na kanë tregu këta të Vjenës, ai çmim mjafton që ato banesat e mirëmbahen, domethënë mirëmban shteti, edhe diçka metën që ata që merren me atë punën e mirëmbajtjes të kenë rrogat e sigurora pri kësaj qeras që paguajnë ta. A mund të jetë reale e realizueshme tek ne? Shumë e realizueshme. Sigurisht që po. Por e realizueshme si është ideja jonë, që në çdo qytet të ketë banese sociale. Ishin iniciative qeverisë tani, që në vendin Vele Bërdo, po i thojnë, nuk e di se ku ishë, po në Podgoritë diku, dojnë me bë 10.000 banesa në një vend. Kështë iniciativë që i ka dalë për tyne. Pa e së është në rregull. Për kështë këtë iniciativën tonë ata e kanë marrë. E kanë marrë. Por janë të apliku gabimisht, se në s'kena kur gjakumë në ndërtu, Vele Bërdo, si thënë ata. Ta bajnë, si është problem. Por pëse 10.000 banesa atë, që me po me qytetet tjera? A duhet dikush më shprëngull për qytetit vetë e me shku me jetu në Podgoricë e me marrë banesën sociale. Në të gjitha qytetet, si pas kërkesës, të ndërtohet, flitet që janë dërë 37.000 familjet e cilat jetojnë me qëra. Me një, do më thanë, politik të mirë e cila zgjat edhe nuk ndërpëritet, mund të realizohet dhe të bëhet. Nuk ishtë një gjë madhe për shteti jo. Si është pritur nga prezantimet që keni pasur deri tani? Shumë pozitive. Ka pas shumë përkras, kena shumë në nënshkrime të bëra, por po thamë na duhen nënshkrime sa më shumë që ta kryjmë këtë punë, si më thanë, ta kemi përkrahjen. Ne na duhet përkrahja 55.000 nënshkrime na duhen për me ecë tutje me kërkesën tonë. Pa atena, pa popullatës s'kem kur gjo. Atë nëse popullatës ishë interesuar, do të shojnë tani. Por ka pas shumë të interesuar që kanë ardhur me në ndigju, janë fjalë të mira për iniciativë që është absolutisht normale, që të thuhet për një gjë që ishte mirë, që thuhet që ishte mirë. Ishte realizueshme, mirë pyete që a ishte realizueshme. Shteti mund të ndajnë me nga buxheti vjetor për atë gjë gjithmonë. Vetëm dëshira ose pengesat që bëhen nga oligarkët që i kemi rreth në çdo anë që ndërtojnë me leje pa leje, me kualitet pa kualitet, vetëm për me dhënë banesa me qëra, vetëm ata mund ta bëjnë problem, sepse na dim që ky shteti oligarkëve 30 vite, po themi, qysh 90-ën e këthej. Rezoluta tjetër? Rezoluta tjetër është që asetet shtetërore, të cilat janë akoma në pronësi të shtetit, ty mos shiten në asnjë mënyrë. Ty me rezolut parashihet që ty vehet, si më thanë, ndalimi i shitjes të aty në aseteve. Nuk ka me qoshëm. Çfarë kemi në komunën e Ulqinit? Në komunën e Ulqinit kemi vetëm rivjerën e Ulqinit, da kam edhe kur gjatë tjetër. Megjithëse është aset me rëndësi, sepse është, do të thënë, është atraktiv si vend, por tjetër s'ka me. Na kanë, si me e thanë këtë popullorë, na kanë çarallos krejt, i kanë vjedhë të gjitha. Sepse, sikur të kishte qenë çdo film shtetëror i cili shit tyne kumarve, miqve, shokve, Ulqini kishte lulëzu. Pse kryporja të shkojnë në falimentim? Pse primorja ime të shkojnë në falimentim? Të punojnë privatet, të shesin zhur e gurë, e kena pas të kryme, e formume. Arranojnë kryporën, arranojnë hotelet. Që të tjeret, dhe më thanë, ta oligarkët që themon, të cilët kanë ardhë,
kanë ardhur në fuqi me ndihmën e politikës, të marrin atë, si themi, mazën kryesore në Ulqin, edhe kënë me që agrë Ulqin, o të rëndë komerç, zdi me batrakti populli janë, po du të me adha një tjetrit atje që vjen për kuta, s'ka lidhje. Edhe, pse mas me u dhanë kur ka artë privatizimi i tyne, i rëtash të bëhet privatizimi, jepe punëtorëve më. Punëtorët kanë pas hise, si themi kështu popullorçe, kanë pas aksionin çdo në këta firmat. Te firma e me kanë pas 30% kanë qenë të punëtorëve. Jepja si shtetë edhe 21% banë për të që te e ke ju, të punësuarit, administroje, që ta marrë vetë. Normal me kontrol të shtetit që mos me bëha abuzime, me pagu kontributet, me pagu të gjana që duhet, taksat. Pse mos pjodhen? Pse marrë dikush pri këta s'ka lidhje? Edhe punëtor në rrugë, e pastaj firma në falimentim, se cila firmë që ishtë marrë në Ulqin, që ka shku në falimentim për reorganizim, me vazhdu, e ka qenë një rren që të shpikun nga ta pushtetarët edhe gjyqi ekonomik, kinse do të reorganizohet, do të fillojnë puna përsëri, edhe do të ecet përpara. Kur? Kemi arritur në këtë pikë vetëm nga politika apo edhe nga mos reagimi i vetë qytetarëve dhe punëtorëve? Të dyja bashkë. Sikur të kishte reagim. Sikur sindikata atë hershme që ishte, që ekziston edhe tashpo, për si janë, nuk pathëm fjallë. Nuk ju dëgjohet zëri? A? Nuk ju dëgjohet zëri? Nuk ju dëgjohet zëri as pak. Ne jemi formu 2007-ën, deri 2007-ës, deri 2007-ën ta i kanë regullu të gjitha gjërat, s'ka me të gjatë. Ne në mëndu me pështu kryporë. Ne kemi pat greven e uris në krypore, sindikata ime. Mirë po, nuk timon kur të ta i kanë kry punë, ti kanë kry letrat. Edhe politika e lidhur me oligark, me njerëz që kanë para të dyshimta, normal, sepse kërkush nuk investon në një vend mas mi pas paret gati, pas grumdhin e parave. Si ka ba dihet në Maltezi. Edhe, hajde se, thot që do të investoj, për nuk investon. I lypet edhe në trolli, me e shqit dikuj tjetër, me bo parave të me ata të rëfi. Një politik cila ka qenë e gabuar, mos reagimi jonë ishtë themelor, i populatës, i sindikatës, i të gjithve, me e ndalë këtë punë. Unë e organizova një herë 2015 në plazh të vogël protest qytetare. Edhe këtu, të utë kam kënë disa herë, më thënë popullat, dilni vetëm ju që keni humbë vendin e punës. Shtoshë me marrë tjetër kush mu lodhë. Po, dilni ju që keni humbë vendin e punës, nga i nati, dilni aty, s'ki nevoj me bakur gjave të tjeni prezent. I kam kënë 3.000 vende punët. Mërnë edhe nga një antartë familjes. Si kur atë hetë kishim dalë 7.000 krypore nuk ishte shku në falimentim. Ishte pa diçka. Ka ndalë 500-600 njerëz. Po sot, për çfarë do të kishin se për çfarë të dilnin edhe për të protestuar, por edhe për të ngritur zërin? Gjithmonë popullata duhet me protestu, se duhet me kërku ma mirë. Me kërku politika zhvillimore, ma të mira për popullatën. Gjithmonë ka dhe me thanë shkak për me protestu. Por nësë kena protestu atë që ne kanë marrë bukën e goje, sa ujë për të tash neve si sindikat, çka me i thanë qeverisë? Kjo qeverisë ka punë të rregull, ja, kështë e sigur. Por na si sindikat çka të thomë? Na kërkojshëm një herë për 196 qeverisë tjetër që iku. Thes qafen, ishte rroga me vogël 196. Na kërkojshëm 200 pastaj. Një vjet kena ba zhurmë me ta në për qytete, të i maj tribuna. Asësi, e bojnë 222, rrugë minimale.
ardhën këta, 450, 600, flasën për pensioner, 450 pensionisti. Çka më thanë? Çka më thonë, që kur e ka shpall qeveria që u bën 450 rroga më vogël, unë s'kam ditë jo, personalisht askush gjë. Thras kryetarin Sergej Kekovićin i them, o njëri i them, a ndëgjova ti, ndëgjova. Po si mora, ke pas dhe bjeseda dhe jo kur gjë. Po si mora na kërkojmë një vjet, atë me na bë 250, ta bën 450. Mirë, kemi një rritje të pagës minimale, por nga ana tjetër kemi një rritje të çmimeve, ashtu siç kemi pasur edhe bojkotin e marketeve së fundmi. E vërtet. E vërtet. Thash, kjo qeveri si ka punë të mirë. Do të thënë, është vazhdimsi, por në këtë çështjen e këtyre rrogave ne s'kemë asnjë me bazë, pse për 1000 gjëra tjera mund të themi për sigurisht. Të inflacioni edhe të rritja të çmimeve, kjo ka qenë edhe globale. E din edhe vetë që, e din edhe ti që Europa komplet ka pas probleme me inflacion. Okej, por qeveria mundet mi bë çmime tavan. Për ata produktet të cilët janë esenciale për familjen, thonë, ka që çmime dhe pikë më. Një shkresë bën e ka kry moslatin. Kërkojnë që popullata të bojkotoj marketet e ndryshme, ata që thash oligarkët që kanë ndorë malin e zi, kur vetë qeveria mu të bëjnë me i shkres. Edhe e kontrolon. Shka në e kontrolon, dhe shë pasaj si situata. Pse duhet popullata me bë punën e qeverisë? Ti mërë do t'i që ti e që administron shtetin. Ti e që duhet mi dalë krah popullatës tonë. Me i shkres, çmime tavan për mos t'i marrë të cilët janë produktet të dijet, ata ke kry moslatin. Vetëm i kontrolon, pastaj edhe ti i ke ndihmu popullatës. Por nuk e qëllimi aty. Qëllimi ishte me të mirë me ta, mos mi u prish punë tyne, edhe këtej me thanë që jo, që keni jo në dorë, popullatës, mos shko me ble. Ku me ble, martin nuk. Me datë 27 nga cila orë qytetarit mund të jenë prezent në sallën e komunës? Ne fillojmë aktivitetin në 10. Kemi pas 2 shtandet ku të nënshkruhemi, ku më lutë qytetarët që të dalin të nënshkruajnë, ta japim edhe ne si ulqin. Të jenë në sallën e kuvendit komunal. Jemi në sallën, po shtandet ka me qenë jashtë, se do të presim njerëz që kalojnë me aty, edhe prin 12 kemi më pas atë pjesën ku do të spjegohet se për çka bëhet fjalë, paka shumë këtë që ka thashun, po ma detajet du të shpjegoj kryetari, sekretari general Sergej Keković dhe Ivane Mihajlove që është ndihmësja e tij. Unë shpresoj që t'i përgjigjen thirrjes edhe ftesës, sepse ne ndonjëherë kemi që nëse nuk është konkretisht e lidhur me ne personalisht, sikur nuk marrim pjesë, por uroj që t'jenë prezent të gjithë. Kjo iniciativë është për të mirë të gjithëve. Atëherë, nëse se shohin të arsyeshme që kjo iniciativat tona janë të vlefshme, janë të mira për krejt qytetin, për krejt shtetin, për krejt popullatën, atëherë s'kam çka them. Ne do të mundojmë ta shpjegojmë që është shkurt e shpjegova dhonë, paka shumë kjo ishte aja kryesor, besoj që një herë të kemi a bërë me qenë dhe solidar neve. Me thanë që edhe unë, nëse kam mirë, do të dalë që të përkraj për të tjerët. Kjo në mungan. Kjo në mungan, e vërtet. Atëherë ne do t'jemi edhe me datë 27 për përcjellur edhe më gjërësisht dhe themi gjithat prezantim që do të bëhet. Falenderoj që ishe pjesë e emisionit të mëngjesit dhe uroj që iniciativa të tilla të përkrahen edhe të marrin dhe themi vullën pozitive në fund. Ju falenderoj juve për të gjitha, për përkrahjen, për mundësinë që na jepni. Ne nuk ndalemi, ne si sindikat jemi asisoj që gjithmonë gjejmë diçka që duhet të bëhet. Pikrisht edhe këto iniciativa janë ata që të bëhet referendum, se ashtu i shtrëngojmë, dhe më thanë, rrypat edhe qeverisë edhe kuvendit ku duhet të bëjnë diçka edhe për popullatën. Faleminderit. Faleminderit.